Gjelbërimi në ambientet e shkollës ishte tema një projekti që u prezantua në shkollën 28 nëntori nga aspirantët e shkollës së drejtorëve. Qëllimi i këtij projekti ishte ndërgjegjësimi dhe gjithëpërfshirja e të rinjve ndaj një mjedisi sa më të gjelbër. Ky projekt ka të bëjë me sensibilizimin, ndërgjegjësimin e gjelbërimit të mjedisit të brendshëm të shkollës. Së bashku, gjithë mu përfshin mësues, staf dhe nxënës. Besoj që ky projekt dhe gjithë këto do të jetë pasuri e shkollës dhe shërbej. Ambient i brendshëm i gjelbëruar do thotë oksigjen, ajër i pastër, mundësi shumë më e mirë e mësimit dhe gjithçka. Është vetë fjala lule ka emrin e bukur dhe s'mund ta tjetërsoj askush. Kjo ishte ajo bukuria që menduam ne dhe zgjedhën e projektit. Nxënësit që janë pjesë e klubit të mjedisit vlerësojnë një projekt të tillë për një mjedis sa më të gjelbër. Sot uniomi në iniciativë të shkollës së drejtorëve, të cilat ne si nxënës na ngjalli mjaft kurrështje dhe interes. Mund të themi se ne si pjesëtar të klubit mjedisit na pëlqej shumë si ide dhe jemi të gatshëm që kulturën e gjelbërimit ta trashëgojmë brez pas brezi për klasat e ardhshme. Të rinjt sot kanë një qasje më praktike ndaj mjedisit, nuk e shohin më vetëm në kuadrin e mbledhjes së mbeturinave apo nismave të aktivizmit qytetar. Ata kanë një prirje drejt teknologjisë dhe përdorimit të inxhinierive të reja dhe atyre mjedisore në mënyrë që të krijojmë edhe qytete më të pastra, por edhe më të zgjuara, pra inteligjente, të cilat edhe dinë të vetpastrohen dhe të mirëmbahen më mirë. Një prej ambienteve të shkollës së mesme, 28 nëntori, ishte zbukuruar me lule shumëngjyrëshe në kuadër të këtij projekti, ndërsa pjesë u bën nxënës të shkollës dhe pjesëtar të klubit të mjedisit.